Mirëmëngjesi nga një vlog tjetër këtu në kanalin tim. Është bërë si traditë tani që i hap gjithmonë vlogjet këtu në këndin e kuzhinës, por këtu në fakt bie drita më mirë edhe ka më lehtë. Çfarë do bëjmë sot? Sot në fakt është ditëlindja e Mami Vjerës, edhe unë jam bërë gati dhe do shkoj nga shtëpia e prindërve të Xhesit për drek, edhe më pas do kthehem përsëri në shtëpi sepse kam disa punë të mia. Por, përpara se të dilja, thash t'ju tregoja një herë tortën në ëmbëlsirën që unë kam përgatitur për ditëlindjen e saj. Besoj e keni parë nga videoa e kaluar, nga seria e të shtunave me Anxhelën, ku kemi përgatitur së bashku tortën. Është një tortë shumë e mirë edhe e shijshme, por unë po e marr tani dhe po ja u tregoj edhe juve këtu, sepse e kam treguar tek seria e kaluar dhe ju këtu nuk ja u kam treguar. Tani unë mendoja çfarë po thosha, do dal tani edhe do ju marr me vete, do mundohem të kap në një sken të vogël, pavarësisht se nuk dua të bezdis njeri apo të vë njeri në siklet, por të shikojmë pak edhe se si është bërë qendra e Tiranës, sepse kam ditë që nuk kam zbritur ande poshtë, edhe dua të shikoj pak nëse ka ardhur vjeshta ande, dhe pse është dielli saç, të kapim në një moment të bukur. Doja në fakt të blija lule dielli që i kam pas bler edhe vitin e kaluar, por ajo zonja që i mban nuk e para 3 ditësh nuk i kishte, kështu që shpresoj t'i ketë nxjerr dhe të marrim një lule të bukur që ta vendosim këtu te tavolina e bukës ose te tavolina e mesit. Tani po e mbyll kamerën, po bëhem gati dhe po dal pa u bërë më shumë vonë. Sa vë arrita, mora dhe këto lule, trëndafila, janë shumë të bukura dhe mbanin njerë shumë të mirë. Mirëmëngjesi nga dita tjetër e këtij vlogut. Në fakt u bën 2 ditë që unë nuk po regjistroj dhe hera e fundit ka qenë nga momenti që kishte ditëlindjen Vjera, që unë shkova tek shtëpia e tyre dhe kishim dalë në një restoran. Sot është ditë e shtunë, shqyr është freskuar koha, edhe është gati për shi. Tani, këtu kam bukën. Dje në darkë kam filluar me përgatitjen e bukës sepse nuk kisha më dhe era e fundit që kam përgatitur ishte shtuna e kaluar, kështu që u bë gati, po është fiks një javë që unë po përgatis bukën tjetër. Pra një herë në javë unë e përgatis këtë bukën, 500 gram miell, edhe është fiks, domethënë për një person i cili do ta çoj një javë një bukë. Këtu kam bukën, të cilën këtë herë e kam bërë ndryshe. Sepse kështu është kur mendon se ke arritur ta bësh siç duhet, fillon dhe bën eksperimente. Kam parë shumë herë që edhe në Pinterest në fakt që i bëjnë bukët, i hedhin dhe gjëra të tjera brenda, i shtojnë gjëra të tjera, si për shembull copa çokolate, boronica, mund ta bësh me matcha, kam vënë re, mund ta bësh me kungu, dhe unë këtë herë mendova ta bëja me boronica të thata dhe me arra. Janë të dyja shumë të mira që nuk i japin shumë ëmbëlsi bukë. Pak miell sipër në mënyrë që t'i jap formën edhe të bëj ato prerjet. Tani siç e thash, unë kam filluar me eksperimentimet edhe dua që ta bëj me disa viza, me disa prerje të lezetshme që do t'ja fus sipas mendjes. Ja, e lyen dhe bukën. Kur ta vendoste silikoni, kjo do mblidhet më shumë, sepse tani është hapur, sa hapësirë të ketë, aq shumë hapet. Dhe do bëj një si formë theme, do bëj një çarje këtu në mes. Edhe çaret ja bëra, tani të shikojmë se si do na dali kur të piqet, do ta vendos te silikoni. Ndërkohë,
Nesër unë jam ftuar për drejt tek shtëpia e Evës sepse do bëhet zgar, edhe nuk mund të shkoj me duar bosh, kështu që kam menduar që të përgatis një ëmbëlsirë, duke qenë se kam reçel fiku dhe unë nuk po e ha fare sepse kam nisur dietën, mendoj të bëj një krostat fiku dhe del shumë e shijshme dhe e mirë. Kështu do ta përgatisim bashkë tani dhe ky është plani im për sot. Sot unë nuk dal nga shtëpia, do merrem me këto lloj recetash që po ju 110 gram miell. Kam të miellin e ëmbëlsirave që përdora herën e kaluar për sinamonsat. Kam shtuar 220, por nuk është problem sepse tava ku do bëjmë këtë ëmbëlsirë nuk është shumë e madhe. Dhe tjetër çfarë na duhet, sepse kam recetën këtu tek telefoni, dhe na duhen 130 gram gjal, 100 gram miell, vanilje, 2 vezë, miell semola, na duhen 70 gram miell semola. Unë mendoj se kam, semola nuk kam, por kjo është e ngjashëm me miellin e miskit dhe do t'i shtojmë pak fare nga kjo sepse vetëm 70 gram na duhet, nuk është se do na prishi punë shumë. E kam provuar dhe herë tjetër kur nuk kam patur semola, kam shtuar nga ky mielli. Përveç krostatës me reçelin e fikut, kam menduar edhe diçka tjetër e cila është shumë praktike edhe është kollaj për të ngrënë me të gjithë njerëzit. Diçka që kam menduar është, i mbani mend nga torta që bërëm me kungull para 2-3 ditësh. Këto janë copat që ngelen nga Pandispania, edhe unë çfarë kam menduar? Kam parë një ide në Pinterest, e cila është kështu, do me thënë ajo i ka bërë nga fillimi të gjithë mbushjen, por duke që se ne i kemi gati dhe këto quhen leftovers nga keku, çfarë do t'i bëjmë? Do t'i bluaj që të gjitha në mikser që të bëhen thërrime më të holla, më të imta, jo të holla, dhe me panën që na ka ngelur, pana e ëmbëlsirave, do i përzjej bashkë me këto mbetjet e kekut të themi, dhe do krijoj disa toptha dhe me këto toptha do bëjmë një dekor që do ngjajnë si kunguj të vegjël dhe me si pres ta bëjmë dhe shpresoj të më dalin ashtu siç i kam parë. Madje para 2 ditësh bleva dhe këto copsat e çokoladës, i bleva tek një market bashkë me Evën dhe më tha që janë shumë të mira dhe ne i hapa edhe i provova dhe janë fondante, janë çokoladë zezë dhe me këto do bëjmë biçtin e kungullit, e cili do na dalin shumë i bukur. Tani unë këtë video dua ta bëj edhe reels për Instagram, sepse janë ide shumë të bukura dhe që i pëlqejnë shumë në Instagram. Kështu që do kalojmë tek këndi jon i reelsave dhe atje do bëjmë përgatitjet për këtë ëmbëlsirën e vogël, për këto truffles që bëhen me në formën e kungullit. Ky është edhe rezultati. Shikoni pak kungujt e mi të vegjël. Këtu kemi kungullin e madh dhe këto janë kungujt e vegjël. E provova njërën edhe janë shumë të shijshme. Domethënë keku që kisha edhe është i bërë në këtë lloj mënyre. Tani kemi punë sepse do përgatisim, do bëjmë fotot, jo do përgatisim, do bëjmë fotot që na duhen për reelsin.
Mirëmëngjesi nga dita tjetër, ja ku jam unë me flokët kaçurel, sepse dje bëra një dush në darkë, i kapa 2 gërsheta, sepse nëse unë nuk i kap gërsheta, ato më fryhen dhe më bën kështu si luan. Dhe kjo është zgjidhja që unë ju jap këtyre flokëve. Po të shihni, më janë rritur goxha edhe ato shampot e kerastases. Sa kam haruar t'ju them, ka kaluar që në qershor që kam filluar përdorimin e këtyre shampojve dhe jam shumë e kënaqur, nuk e di, mua më pëlqen shumë dhe mi kanë bërë flokët goxha të buta dhe nuk e di, më rinë shumë mirë, edhe aromën e kanë shumë të mirë dhe unë për veten time i sugjeroj, edhe pse kushurira ime, e cila edhe ajo i ka flokë të bjonde, i kishte bler të njëjtën linje kerastases që kam unë, asaj nuk i pëlqejnë edhe nuk i rinë mirë me flokët e saj. Por mendoj se varet nga floku që kemi. Sot është ditë e diel dhe siç ju thash dje, jam e ftuar për drek tek shtëpia e Evës, e cila do bëjmë një zgar. Dhe unë jam bërë gati, në fakt kam veshur një bluzë të thjeshtë të bardhë dhe sot kam veshur tuta, sepse jashtë është 20 gradë dhe është goxha freskët dhe madje këtu në shtëpi që po rria me pizhamat e shkurtra, unë po mbërdhija dhe duke qenë se zgarën do e bëjmë është jashtë edhe mund të jetë freskët më vonë, kështu që vesha një palë tuta të thjeshta, ato grit Nike, edhe këtë bluzën e bardhë të thjeshtë. Flokëve nuk e di se çfarë do t'ju bëj, por mendoj se do t'i kap gjysmë, sepse kështu nuk e di, më duket sikur më rëndon koka dhe sikur nuk jam rehat, prandaj do t'i kap gjysmat edhe do vendos pak fare, nuk është se do vë make-up, thjesht do vendosim këtë kremin e ditës dhe kremin e diellit edhe të lyemi pak fare, sa për të mos ngjarë si kot. Unë paketova të dyja ëmbëlsirat, ato mini kungujt e vegjël, që ju dolën aq bukur, nuk e di, mua më pëlqejnë shumë, edhe ju bëra foto me kamerën, e cila i nxjerr super bukur dhe më pëlqen shumë. Mezi pres që ti postoj në Instagram, po ju lë dhe Instagramin tim poshtë, arsi se besoj e keni marrë vesh tani se si e kam emrin në Instagram, dhe aty postoj nga përditshmëria ime edhe receta të ndryshme. Dhe i paketova te kutit që i kanë të shokolatjerit, edhe më kishte marrë malli shumë të paketoja ëmbëlsira, si dikur që merresha me ëmbëlsira që i shisja online, dhe kisha dhe logot e mia dhe më pëlqejnë shumë. Do ju tregoj një produkt të cilin kam gati 1 javë që e përdor. Më sugjeroi nusja e kushuririt tim, e cila merret me këto me kremra, me gjëra, dhe ky kremi është për syt. Unë doja në fakt të blija një krem për syt, sepse tani unë për pak bëj 29 vjeç dhe mendoj se është momenti për të përdorur një krem sysh. Jo se jam moshë e madhe, po thjesht pse jo mos fillojmë t'i përdorim dhe të parandalojmë këto rrudhat e mimikës, këto shenjat e para. Sepse unë qesh shumë me sy edhe më bëhen këto vizat këtu. Edhe thash pse jo mos të përdorim një krem, duke qenë se kremi hidratues është për fytyrën, por nuk është për zonën e syve, e cila është shumë e hollë. Dhe ajo më sugjeroi një krem sysh të La Roche-Posay, e cili ka hyaluronik edhe B5-ën dhe vitaminën B5, po, ka hyaluronik edhe B5-ën, sepse nuk e them dot këtë, shumë fjalë ngatruar. Është kjo këtu. Shikoni pak se sa e vogël është, do bëj fokus kamera. Po. Ky është kremi, është 15 ml. 15 ml dhe e mora këtu në një farmaci. Në fakt po e kërkoja në shumë farmaci online, por nuk e kishin edhe e gjeta tek farmaci Ditë e Natë, që është tek rruga e Elbasanit. Atje e gjeta dhe ishte nga 38, ishte 36, minus 2000 lek. Por unë bëra gabim se mora në Greqi kur isha, sepse atje ishte 24 euro. Imagjinoni çfarë diferencë janë çmimet. Dhe në Finland kjo është akoma dhe më e shtrenjtë se në Greqi edhe se këtu në Shqipëri. Mos them që është me çmimet e Shqipërisë në Finland. Por nejse, unë këtu e përdor çdo natë, mund ta përdorësh edhe në mëngjes, por unë preferoj ta përdor vetëm në darkë,
Pasi e kam pastruar të gjithë fytyrën, ne vendosim një pikë sa një bizele te ky gisht i unazës, edhe e bëj kështu avash avash, por doja t'tregoj sonte që ta shihni më mirë. Çfarë do bëjmë tjetër? Shikoni pak, kam këtë. Duke qenë se më ka mbaruar kremi i diellit, kam këtë kremin e diellit i cili është është me ngjyrë. Është ky i Biodermës, e kisha si provës edhe nuk e kisha përdorur më përpara, por e doni ju që më pëlqen edhe bëhet njësh me lëkurën, edhe të jep një pamje më të mirë. Është sikur je duke vendosur pudër në fakt, por nuk ngjan fare, nuk duket. Më pëlqen më shumë. Edhe në qoftë se do e gjej edhe këtë, do ta marr. Unë sapo ngacmova një pucër këtu. Nejse. Këto ishin dy produktet e reja që unë po përdor. Ky krem i diellit me ngjyrë, edhe ky krem i syve i cili është shumë i mirë. Deri tani më ka pëlqyer, por është akoma herët të them. Ja kam sugjeruar edhe shoqeve të mia, të cilat do ta blejnë gjithashtu. Sepse kur ta sugjeron një njeri që merret me këtë punë, edhe që e njeh produktet më mirë, sepse unë nuk është se i njoh shumë mirë, sepse shqyr Zotit nuk është se kam pas probleme me lëkurën, nuk kam vuajtur asnjëherë nga aknet, nuk është se kam pas shenja, edhe ajo më sugjeroi këtë. Tani unë po bëhem gati shpejt e shpejt dhe do ju marr me vete, do të xhiroj ndonjë klip, por nuk është se dua të xhiroj shumë, sepse dua ta shijoj si ditë dhe t'ja kalojmë bukur, dhe pjesën e xhirimit them t'ja lë Evës, sepse edhe ajo bën vlog siç e dini, edhe me që ne po mblidhemi tek shtëpia e saj, pjesën ku do jemi atje po ja lë Evës, kurse nga unë keni parë këtë momentin e bërjes gati dhe përgatitjen e ëmbëlsirave që do çojmë. Tani po mbyll kamerën, po bëhem gati dhe shihemi pastaj. Worrying too much about everything you say won't do you any good. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër e këtij vlogut, ja ku jemi përsëri, sepse unë në fakt nuk isha bërë një mbyllje për këtë vlog, edhe mendova ta hap edhe sot kamerën edhe të xhiroj, dhe më pas të bëj një mbyllje dhe të dalë një video akoma dhe më e bukur. Unë jam bërë gati, kohën e kemi gri, e ka dhënë me shi, por inshallah nuk po bie derisa unë të dalë dhe të mbaroj pak punë, sepse kam menduar të dalë dhe të bëj pak pazarin e 2 javëve në vazhdim, sepse unë ushimet që po i marr një herë në 2 javë, nga që jam vetëm, edhe i kam më të organizuara kur bëj një listë pazari, edhe ble si pas listës që kam bërë. Jam bërë gati, do marr një herë këtë çantën e vogël, do fus edhe këtë çantën, ja harova emrin se si quhen,
por do marrim edhe këtë çantën e leckës, edhe kam portofolin brenda këtë, do marr telefonin, do vesh atletet, sepse jashtë tani nuk është më koha për shapka, për sandale. Jam veshur thjesht, përsëri me këto pantallonat, me një bluzë të zezë të thjesht, dhe do dalim. Do shikojmë se çfarë do marr, do ja u tregoj kur të vi, plus që do ju marr me vete sepse dua të realizoj edhe një reels, nuk e di se sa do t'ja dal. Do shkoj tek Pro Natura, kam zënë rehat në fakt e Pro Natura sepse gjej shumë gjëra të mira, nuk janë të shtrenjta. Gjej edhe qumshin pa laktozë, në fakt që kisha marr herën e kaluar nuk më pëlqeu ajo që kishte Pro Natura sepse kishte një shije si të hidhur kur e pije, sikur të diqte tek fyti, edhe nuk e piva fare. Domethënë mbajta 2 javë në frigorifer, 3 javë, edhe nuk e kam pirë fare. Kështu që qumshin pa laktozë, dua ta marr tek Toptani, tek Konadi, jo domosdoshmërisht tek Toptani, sepse ka edhe Konad në përvende të tjera, por nuk e di nëse do arrit të shkoj sot që të marr vetëm qumshin atje, kështu që më shumë siguri do ta marr një ditë tjetër, dhe sot do shkoj tek Pro Natura që të marr këto ushqimet e tjera, sepse kosin e kanë pa laktozë, kanë edhe shumë produkte të tjera, të cilat do ja u tregoj kur të vi. Ne na kishin ikur dritat dhe tani sapo erdhën. Nuk e di se çka kanë, po ka një 4 ditë që ikin, vinë sikur çerekore, jo më shumë. Erdhi dimri, ikin dhe dritat këtu. Sa po erdha në shtëpi, në fakt u lodha pak, me thënë të drejtën u nisat për të shkuar tek Pro Natura që është në Alidem, por thash, pse jo mos të pi një kafe vetëm, kisha kohë që nuk pija një kafe vet, edhe bëj shpesh këtë si gjë. Shkova tek Mulliri që është tek rruga e barikadave, edhe ula, mora një cappuccino, por harrova t'i thosha që e doja dekafinato, kështu që një 3 herë e piva dhe e lash sepse kisha frikë. Piva kafen, ne më pas shkova tek Pro Natura që është tek rrugë e barikadave, isha era e parë që shkoja aty. Ishte më i vogël se ky që është tek Alidemi dhe më pëlqen më shumë ky në Alidem sepse ka shumë gjëra të ndryshme, por nga që përtoja të hypja të zbrisja prapë nga autobusi, thash po i marr këtu një herë mirë dhe i marrat në fakt të gjitha gjërat që doja. Rrugës duke ardhur më mori dhe në telefon posta sepse kisha bërë një porosim tek dyqani Perla Shop për një palë xhinse. Siç ju kam thënë shumë herë, unë të gjitha rrobat i kam çuar në Finland, dhe këtu kam disa gjëra shumë pak, mund të themi, dhe derisa të iki, mua më duheshin një palë xhinse sepse tani që është freskuar koha, nuk mund të veshim, domethënë këto jeshilet vishen akoma sepse s'është aq ftohtë edhe janë fiks. Por ato të tjera nuk mund t'i vesh tani, sepse nuk përshtaten me kohën që jemi, dhe mora një palë xhinse tek Perla. Ky është paketimi. Ishin te kjo qesja këtu Cool Girls Wear Perla, edhe kështu duket nga jashtë. Këto xhinset i mora online, edhe mi solli posta sot. Në fakt porosim e kam bërë ditën e diel, sot është e martë edhe më ka ardhur shumë shpejt në fakt. Dhe janë fiks si ato që unë kam zgjedhur, domethënë janë të njëjtat. Në fakt, në përgjithësi, çfarë kam marrë online, më kanë ardhur fiks siç unë i kam parë në website, nuk kam pasur probleme ndonjëherë. I kam marrë në masën S, size S. Në fakt unë doja t'i merja në masën M, por tani që i shikoj edhe i provova, janë shumë mirë sepse hapen, janë të elastike këtu tek kjo pjesa e belit, dhe unë e kam problemin tek pjesa e belit, e barkut më saktë, sepse kam goxha fryrje, edhe nuk ndihem shumë rehat kur xhinset më mbajnë të ngushta. Janë të gjëra, nuk e di si quajnë këto lloj xhinsesh, nuk e di se si quhen. Straight leg, po, që vinë drejt. Edhe mora këto xhinset, nuk ishin shumë shtrenjtë, ishin 30.000 lekë. Më pëlqyen edhe një palë të tjera, por nuk kishte masën time, kështu që i lash fare. Dhe mora këto xhinset, kam porositur edhe çka kam porositur tjetër, edhe një set tjetër që e kam porositur nga një faqe që kam marrë dhe herë të tjera në fakt aty. Edhe gjërat më kanë ardhur ashtu siç janë në foto. Do ja u tregoj kur të më vi porosia, mendoj se nesër ose pas nesër mund të vi porosia.
Tani t'ju tregoj pak edhe gjërat që mora tek Pro Natyra. Mora gjërat dhe po bëhet muaj, sot është 30 shtator dhe unë kam marrë, s'kam bler asnjë lloj ushqimi gjatë gjithë këtij muaji, sepse i kisha marrë një herë mirë kur ja u kam treguar tek vlogu i fillimit të kësaj diete. Kam marrë faralini, liri apo lini, faralini, 1300 lekë, edhe janë goxha, janë 286 gram. Do bëj një recetë për fryrjen që kam, që ma ka treguar Ami në fakt, dhe e ka postuar në fakt edhe në Instagram, do ja u tregoj dhe ju kur ta përgatis në darkë, sepse duaj që të ndihem më e shfryr. Nuk e di pse kam kaq fryrje, duke qenë se edhe gjitha produktet që mora sot i kam marrë pa laktozë. Kam marrë këtë kosin grek, i cili është pa laktozë, ka 500 gram edhe e çoj goxha. Si që kam thënë, më pëlqejnë shumë këto paketimet e sallatave, kjo është vetëm 1400 lekë, edhe ka 200 gram, është gati, është i pastruar, edhe pavarësisht se unë e laj shpesh herë, sepse kam merak, dhe kjo. Kur je një person, kjo unë e çoj shumë gjatë, sepse vetë jam. Mora një pastë domateje, sepse më mbaruan ato domatet e freskëta që bëra salcë, edhe mora këtë ta kem për në një gjell. Gjithashtu, kur nuk kam kërkuar për miell pa gluten ose një miell të mirë integral, unë nuk e mora këtë herë atë miellin pa gluten sepse ai nuk bën për bukë, besoj, sepse duhet të ketë shumë proteinë të lartë. Dhe mora këtë miellin integral, 1 kg, ky më duket se ishte te 1300 ose 1400 lekë, edhe mora këtë miellin integral që të bëj bukën herën tjetër dhe do e bëj të përzier me miell të bardhë. Kam marrë tono, këto e mora dhe herën e kaluar dhe janë shumë të mira, nuk janë në vaj, janë në ujë dhe më pëlqejnë më shumë në ujë. Tani këtu e pas kam shtypur, kam marrë gjizë. Në fakt unë këto produktet bulmetin e marrë këtu tek lagja tek një dyqan që e di se i kanë shumë të mira, por duke qenë se isha aty dhe përtoja të merresha tu në lagje duke bler, mora këtë gjizën e deles që është jugu, livadhja, edhe është gjizë deleje. Tani unë e provova, kishte pak si krip, dhe nuk mora shumë, sepse thash ta ha një herë këtë, edhe të shikoj nëse më pëlqen ai shumë apo jo, do ta marr prap apo jo, nuk e di, por me siguri do marr këtë tek lagja. Kemi dhe këtë trastën time. Kisha shumë kohë që doja të merja nga këto ravioli që janë me mortadella bolognese, mortadella bologna dhe burrata dhe pesto. Ishte kjo 2400 lekë, ka 250 gram, unë këto mund ta bëj 2 herë sepse janë vetëm. Dhe shikoni pak, nuk e di kur do ta bëj, por ma hodhën nepsin Gjesi sepse kishin bërë pasta me mish të grirë edhe goja lënë. Por unë kam fasule sot dhe do t'i shoqëroj me quinoa. Kam marrë këtë djathin për tost, që është pa laktozë, për ndonjë tost, sepse unë e kam shumë qef tostin. Kam marrë krip, sepse s'kisha dhe shqyr që u kujtova. Mora një ilaç për enën, një detergjent, nuk ishin feri, por më thanë që është i mirë. Mora një antidjers, unë kam antidjers ato që janë roll, pa sprucim, si mund të e quajmë, të spray. Edhe thash ta merja këtë, sepse në duket si kur mbajnë më shumë aromë këto, edhe kjo ka një aromë luleje dhe më pëlqen shumë. Edhe është kjo e Neutro Roberts, edhe atë tjetër e kam të Neutro Roberts dhe janë shumë të mira. Kam marrë një kefir, ky kefiri në fakt, është me këto frutat ananas, portokall, frutin e pasionit dhe është pa gluten, por nuk ishte pa laktozë, kështu që ja pse më fryet më barko, po hajt. Mora qumshin pa laktozë, mora këtë tjetrin, një atë që kisha bler më përpara, është ky i parmalatit, unë që thash prenatali, ja pas kam futur kot. Është ky i parmalatit edhe është shumë i mirë, është pa laktozë, edhe është tamam qumësht, vetëm s'ka laktozë, është shumë i lehtë. Për njerëzit që vuajnë nga këtu kam, tani nuk po gjej mortadellën. Unë s'kam marrë mortadellën, më duket se e kam lënë tek marketi. Kam marrë misër,
Kam marrë edhe krem djathi, ky është pa laktozë, tani nuk e di, po është mortadela ime. Më duket se nuk kam marrë mortadela, dhe të mendosh që ajo është tek rrugë e barikadave, sa larg që është. Do kem haruar që ta. Nuk më ka ndodhur ndonjëherë që ta harroj diçka në market, por këtu kam faturën. Kam edhe të shënuara të gjitha gjërat që kam bler, kështu që do shkoj nesër dhe nuk ja u lë, do shkoj dhe do ta marr. Sepse nuk mërzita goxha në fakt që se kam marr, sepse e kisha shumë qejf mortadelën, edhe mendoja të bëja ndonjë tost, ndonjë gjë në mëngjes, por do shkoj dhe do ta marr. Sepse s'është pak, janë 3400 lekë, edhe shumë janë, nuk janë, as pak nuk janë, kështu që pse duhet t'ja u fal. Kështu që duke qenë se dje hëngra fasule, nuk dua të hap prap sot sepse bëhen si të mërzitshme. I kam futur në frigorifer dhe do përgatis këto. Do përgatis raviolit, jo të gjitha, gjysma do bëj sepse më mjaftojnë gjysma. Dhe e pyeta çatin se si mund t'i përgatis. Ajo thot mund t'i bësh me gjalp edhe me sherebel. Unë tani sherebel nuk kam, por do t'i përgatis me pak gjalp, me pak erza, do marr pak qumësht dhe një lug miell, do ta bëj si tip besameli që të trashet, domethënë jo pana, po do ta bëj me qumshin pa laktozë, do t'i shtoj dhe parmigiana dhe do t'i vendosim edhe këto. Do ja u tregoj dhe juve tani, do vendosim tenxherën në ujë që të sjej dhe të përgatisim pak drekën sepse ora shkoi 2:20 dhe derisa t'i bëj unë shkon 2:02.